Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pas eliminimit nga firma, Ola reagon për herë të parë me mesazhe. Pas largimit nga firma, Fabiola Elezaj ka reaguar për herë të parë në rrjetet sociale, duke ndarë me ndjekësit një gjendje emocionale të theksuar, mes reflektimit dhe melankolisë. Eliminimi i saj erdhi pas një vendimi të produksionit, i cili hapi televotim për publikun pas gjuhës së rëndë fyese të përdorur gjatë prajmit të hënën e kaluar. Në përfundim ishin votat e publikut që vendosën ndërprerjen e rrugëtimit të saj në fermë. Mbrëmjen e djeshme, ish konkurrentja ka thyer hishtjen përmes disa postimeve, ku ka ndarë vargje nga kënga Nuk po ec e Ylli Limanit. Fjalit si prapi hupa krejt shkapata, nuk po ec, po du me u kthy kur o kën mirë, janë interpretuar si një reflektimi drejt për drejt mbi situatën që po përjeton ajo aktualisht. Përmes këtyre mesazheve, Fabiola lë të kuptohet se po kalon një periudhë shumë të vështirë, duke shprehur në mënyrë indirekte pengesë për veprimet që çuan në largimin e saj nga spektakli. Reagimi i fundit vjen pas deklaratës së parë që ajo dha menjëherë pas eliminimit, ku shfaqe prekur dhe e vetëdijshme për gabimin. Ajo pranoi se vendimi i publikut ishte i drejtë, ndërsa theksoi se shqetësimi më i madh për të mbetet reagimi i familjes, të cilën e konsideron pikën e saj më të ndjeshme.